Sekretaria e Këshillit të verifikoj forumin. Faleminderit, të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, të nderuar kryetare e bashkisë, të nderuar pjesëmarrës nga komuniteti dhe mediat, të nderuar drejtues dhe punës të administratës bashkisë. Zhvillojmë sot mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 4 teti 2026 për të vijuar bazuar në ligjin 139/2015 për veçanërisjen vendore. Në 53.5 në fillim të çdo mbledhje miratohet rendi i ditës i përcaktuar në thirrjen e Këshillit Bashkiak. Rend dite. Pika 1. Informacion nga Shoqëria Rajonale e Ushtrisë Kanalizimit në Sarandë mbi situatën e furnizimit me ujë, problematikat aktuale, masat e ndërmarra për garantimin e furnizimit të rregullt me ujë të qytetarëve. Pika 2. Vendim për përdorimin e fondit kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin qershor 2026. Pika 3. Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin qershor 2026. Pika 4. Vendim për miratimin e ndihmës financiare për shtetase RC. Pika 5. Vendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pasurisë me numër 8 fraksion 157 truall me sipërfaqe 6.441 m2 dhe ndërtesë me sipërfaqe prej 1.145.21 m2, zona kadastrale 8.642 Sarandë. Pika 6. Vendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pasurisë me numër 2 fraksion 66 dhe 2 fraksion 196 truall me sipërfaqe 2.549 m2, zona kadastrale 8.622 Sarandë. Pika 7. Vendim për një ndryshim në buxhetin e Bashkisë Sarandë për vitin 2026. Pika 8. Vendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pasurisë me numër 11354, 11375, 11356, 11358 dhe numër 11387 me sipërfaqe totale 1978.4 m2. Zona kadastrale 8641 Sarandë. Pika 9. Vendim për miratimin e nisjes procedurës dhe miratimin në parim të vlerës financiare të shpronësimit për pasurinë pron private që preken nga projekti përmirësimi i infrastrukturës në zonën periferike Sarandë. Po zoti Meraj për procedurë? Në komisionet dhe në komisionet në dikën të njëzmat, ka të një me atë sa atë me shpronësimet dhe në respektivës që ka të një rrugën turizm të Kanit Shupës, paradosin dhe që në rendit të subetarë. Po faleminderit zoti Meraj. Atëherë hedhim në votim rendin e ditës kush është po Po. Në rend ditje, diskutimi pas diskutimit të çështjes me negociacion, diskutimi po Po, faleminderit zoti Duçi, atëherë tek ndryshmet mund ta shtrojmë si po të ndryshmet timone kemi diskutuar, nuk vetë të diskutim se kolegët të visin, kështu që do doja të vej të vijë një se ja dakord kolegët, të vijë si pikë veçantë në rend ditë. po. Ndërroja, po. Po, faleminderit zoti Ahmeti, atëherë hedhim në votim rendin e ditës me propozimin e bërë nga zoti Meraj që pika e propozuar nga zoti Meraj të kaloj pika e tjetë në rendite dhe propozimi bërë nga zoti Kërru që të kaloj në rendite pika 11. Kush është pra me rendin e ditës?
Shqiptoj direkt me societet, pas societet është pika e parë societet, pika e dytë kaloi parkimet zoti Gërduqi. Dhe kaloj me propozimin dhe në kryesi kemi muaj që kërkojmë që si parkimet. Te propozimi i zotit Gërduqi ishte komplet të shtohet në rendite. Dhe normalisht rendite se kemi Atëherë, kush është? Kaloj të pika e parë. Kush është diskutojnë gjatë atë se duhet të kemi një Ska në ndryshim. Do të diskutojnë gjatë. Patjetër do të përgatitet e ekzekutivi lidhur me këtë pikë të renditës. Besoj se përfaqësuesit e ekzekutivit janë prezent. Jo, Atëherë. Me le, shqiptari bëri një propozim, të lutem, edhe propozimi siç e bëri këshilltari, sepse tek të ndryshmet ne e kemi të ndryshme. Kështu që ne me atë që thua ti ne kemi bërësi. Pra, ne odhëm me propozimin e vet, zori i vend të gjithë çuam duar për të dy propozimet, dhe të çimit dhe të atje bëm me një dhe të vazhdojmë pas societit. Jo pas societit. Çu bëri propozimin e vet. Me lotra fjala si mos ta bëni. Qëse toni bashkë, qëse toni qëmi... Në qofë se unë e kuptoj qëndrimin tuaj... More ti gjithmonë e kuptuar, problemi është të bëjmë atë që temi ne, ose paraqitoni. Atëherë, duke qenë se është një pikë që shtohet në këtë rendite dhe normalisht duhet që ekzekutivi të përgatitet për sa i përket kësaj pike, sepse është shumë sensitive dhe normalisht kërkon pyetje dhe përgjigje, në këndvështrimin tim dhe në anën dhe për procedurë, kjo pikë e renditës do jetë me njëherë pas pikës propozuar së zotit Imeraj. Po ju t'i dërgojmë... Ta riformuloj përsëri. Në kryesin e këshillit është një disa herë që se partive s'ka marrë. Dhe sot që kërkojmë në audiencë është sepse ikën të në mënyrë kaotike të gjitha operatorët e transportit të shërbimit publik nga shkuar atje. Atëherë për procedurë, ju lutem për procedurë. Për procedurë, Pse nuk duronim? Pse i ka i paduruar? Pse nuk duronim? Unë të folë e nuk të gjove më mëndë. atëherë propozimi ishte konkret dhe nuk ishte vendosur tek propozimi i bërë nga zoti Gërduqi, se nuk ishte te propozimi që bëri zoti Gërduqi, nuk u përcaktua se në çfarë pike do vendosen në rendin e ditës. Unë hedh në votim sekretari i Këshillit, sipas propozimit i cili ishte regjistruar audio edhe nga sekretari i Këshillit, po dhe nga media përkatëse, hedh në votim propozimin e bërë për shtesë në rend dite të zotit Imeraj të kaloj pikë e 10 në rend dite dhe të zotit Gërduqi të kaloj pikë e 11 në rend dite. Kush është pro rendit ditës? Kundra, abstenim, miratohet rendi ditës. Kalojmë tek pika e parë e rendit ditës. Të lutem. Propozimi bëhet dhe një. Atëherë. Të lutem. Ju lutem. Është informacion. Atëherë ju lutem. Të lutem zoti Imeraj. Atëherë ju lutem, zoti Imeraj. Atëherë ne nuk mund të lozim me të lutem zoti Gërduqi. Kalojmë në Dakor. Të lutem zoti Gërduqi, propozimi ishte konkret dhe mori të gjitha dhe mori mbështetjen e këshilltarëve për sa i përket asaj dhe ne si grup këshilltarësh jemi të interesuar për ta diskutuar këtë pikë pavarësisht se nuk kanë qenë në rendin e ditës dhe besoj se ishte gjithë këshilltarët ishin pro kësaj pike. Vijojmë me rendin e ditës. Pika e parë. Informacion nga shoqëria rajonale e ushtrisë kanalizimit në Sarand mbi situatën e furnizimit me ujë, problematikat aktuale, masat e ndërmarra për garantimin e furnizimit të rregullt me ujë për qytetarët. Kush ka pyetje nga këshilltarët, besoj se informacioni është përcjell.
Përfaqësues të ushqiesit mund të prezantohesh. Faleminderit. Drejtori teknik I ushqiesit kanalizimit. Faleminderit, drejtor. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Ahmeti. Ai drejtuesi teknik I Ministrisë është një pafashë në nësi bëjnë do shaka. Ne çështjen e ujit, në fillet e sa nuk e kemi ne ushqes, kanë në ndaj. Ne kemi bashkim, ne kemi politikë, ne kemi ministri, ne kemi drejtuesi politik. Të qartë që ka 15 bashkëte drejtohet nga Partia Socialiste ose nga Komunizmi. Dhe deri nuk ka çfarë informacion a jep të ditonin që s'ka ujë familje. Se ai nuk ka takat të shkojë të presë ujin atyre oligarkëve që kanë futur në resorte turistike dhe I qytetarë të tjerë dhe hotel paguan taksat, paguan dhe ujin, nuk ka ujë. Uji në familje nuk pikon qendra pikë. Uji në gjashtë nuk pikon qendra pikë. Ne në Sarandë kemi 32 pjesë. Dhe kjo nuk është që pse s'ka tha, ne dim që s'ka tha, çdo të thonë që s'ka tha. O të thonë ne që pse s'ka ujë. Ujë nuk vetë, sepse ujë nuk ka. Nuk bëjnë investim ku ka nevojë për ujë. Bëjnë investim ku vjetet, bëjnë investim aty ku vjen pomaj, ato energji. Të lutem, zoti Meraj, të mbaroj dhe me fjalë. Të lutem, zoti Meraj. Fjalën time nuk të ngazh as të flas. E kam aq kulturë, Të lutem atëherë ka marrë fjalën zoti. Të lutem. Kryetari të goja di, Atëherë ju të lutem. Në qoftë se ju çështjen e ushqetit juani prallë, ju I bashkëpunoni nuk është prallë. Do vi kënash bashkë, e keni gënjë e popullin e Sarandës kaq vjet dhe nuk I çoni ujë. E keni gënjë e familjen. Edhe partitë e mua. Të lutem zoti Meraj. Edhe u bë ujë lund. Po, ishte vetë po ti nuk e pranon me 10 vjet. Se u vina nga mjekër palarës këtu, edhe kërkojnë ato djallë, ai s'është fare në gjendje. Të lutem. Përgjigje tjetër tonë. Të lutem, ju lutem. Në pastaj ofendohet. Por ti e thua gjashtë, ndërroj partia dhe mos kemi vjetë. Po, ai djallë dhe mos thua vjetëja që ka, se nuk ka ujë familje, se nuk ka ujë gjashtë. Dhe do jam për tjetë dhe mija. Të lutem. Atëherë ju lutem. Pesë të vjetë në mashtroni pushtetin lokal. E kini ju lutem. Nëse asoj të lartë. E kemi kthyer metropol, e kemi Savili ka, është kthyer në Las Vegas. Të lutem. Atëherë ju lutem. Të lutem zoti Meraj. Atëherë ju lutem. Të lutem zoti Meraj. Të lutem të mbaroj. Atëherë zoti 2 vjet edhe mia, pse s'ka ujë, 6 pse s'ka ujë familje. Po, faleminderit zoti Ahmeti. Ka dikush pyetje të tjera? Ju lutem. Atëherë ju lutem. Atëherë do t'ju lutesha të jemi sa Kam 2 orë. të lutem. Ka dikush pyetje të tjera? Po, zonja Qeshi? Desha të pyesja sa ujë ka me shifra konkrete në çdo lagje të Sarandës? Cila zonë ka pasur ndërprerjet më të shpeshta dhe për çfarë arsyesh? Sa është përqindja e humbjeve të ujit në rrjet dhe sa ankesa kanë depozituar nga banorët e Sarandës? Faleminderit zonja Qeshi. Po, zonja Gjidete? A ka bashkia një planat të shkurtër dhe pazar për garantimin e shkëndijimit të ujit se ka lehur?
Dhe sa investime janë ndërtuar gjatë vitit 2026 dhe cilat janë rezultate konkrete? Po faleminderit. Ka dikush Basi të them do pyetësh, sa basi do të pyetësh. Po faleminderit. Faleminderit. Po drejtor, po ju dëgjojmë. Po. Čo je pak zënë që gjojnë që qëtarë? Ju lutem. Me etik. Zgjidh problemin tjerë, pasi ka pas bllokim i rrjetit. Atje ky problem është saritur, rrjeti banon të bllokojmë një tjetër në problematike që ngritur në policie për të mësuar të 2-3 policisë. Është janë marrë masat e policia. Ju lutem. Problemi është tjerë, domethënë shpolizuar, lagje shpolizuar. Vetëm kjo lagje ka pas problematikë. Lagjet e tjera të jashtës nuk kanë problematikë. Jemi duke kolauduar dhe rrjetet e shpërndarjes. Që po bëj, nuk ka të gjithë sipërfaqen e fshatit 6, po ka gati 70% fshat. Po të lutem zoti Ahmet. Po jo mos ti drejtove pyetjen. Po shikoj ne nuk e kemi bëre pyetje. Ka të gjitha lagjet. Edhe kjo lagja kishte problematikë, është zgjidhur dje problemi, bërë një bypass. Po gjeti të lëreci. Te kalon Ja ti mua jeni parë. Ne kemi në dorë që të reagojmë një kohë për problemin. Kur do mbiralla të flas dëgjoj. Po drejtor, po pyetjet e tjera. Në Saran problemet më të mëdha i kemi në lagje Kodër, kurora e lagjes Kodër, jo dhe gjitha. Atje kemi mungesë presioni, manovrojmë me Saraqineska në mënyrë që të karikojmë presionin. Janë pak pallate në lagje Kodër dhe problematika tek rruga Janaç Kumi në fund. Dhe atje ka probleme me mungesa presioni dhe atje po në ditë në mënyrë me anë të Saraqineskave që të karikojnë presionin. Po janë njolla shumë të vogla në Saran. Kemi pas problematika shumë të vogla. Sa orë furnizon që lagje? Janë shumë lagje të këtë përgjigje mund të ta me shkrim, nuk është. Një mesatare, sa orë? Kjo qyteti për shkakun që është lagje më e rëndësishme është nga 6:09 në mëngjes, 6:09 në darkë. Na rezulton që vetëm në pasite të pak mbi rrugën 5, vetëm në pasite vjen ujë. Da jo vjen një orë, mbi rrugën 5, gjithë zona nuk i darkës, gjitha zona. Nuk i darkës po. Në verë, tani është vetëm një orë përgjithësim. Po? Sa është përgjindja e humbjeve në ujë në rrjetë? Keni ndonjë? Po më duhet këtë përgjigje më duhet ta kthej zyrtarisht se nuk e kam. Ma e shirim të gjërë që të gërësim të informacionit të mundë. Mund t'i ministë sekretariatin me zyrtarisht dhe patjetër që do të kthej përgjigje. Kjo është Për procedurë çdo pyetje që kërkon përgjigje për çështje shifrash, mbajë shënimin e sekretariatit të zyrtarit. Unë i bëj prapë. Patjetër. Po sa më e ke. Ne që do vim në mbledhje po, ata që s'vin, do jetë të rishë sepse të vinë njënë gjashtë pak. Po ne që jemi në mbledhje, në komisione, çdo ditë, çdo orë, e marrëm përgjigje. Kurse ata që vinë Shënë muaj, nuk pjesë. pyetjet tjera drejtor? Po, të lutem, mund të vazhdoj se nuk Doja të t'ja, po nuk besoj se rrugroni ju këtë sa ankesa janë depozituar nga qytetarët e Saranës. Në që drejtor teknik nuk e di rrugroni pa po. Edhe këtë përgjigje më duhet ta E kuptova, ndaj se. Faleminderit. Ka ndikush pyetje tjera? Po, zoti Përduqi? Nuk kam dy pyetje. Një kam për administratën e bashkisë. Në rastin konkret është në kryetaria sekretarisë se kemi prezent. Bashkia është aksionere të Kusioci. Dhe duke qenë se kam qenë dhe kam jetuar, çdo fushat të premtohet qytetarëve 24 orë ujë.
Çfarë mund të na thonë kryetaria, domethënë duke qenë se jemi në gjendjen aktuale dhe diskutojmë për problematikat që janë shumë të mëdha. Kjo është prioritet, domethënë pres nga administrata e bashkisë, çfarë mund të thotë Kryetaria është kryetare e bashkisë. Po mirë, pra, është e deleguar në kryetaria, na japi përgjigje. Jo për premtime të Po, çfarë do të thotë qytetarëve për këtë problematikë? Do të japë një sqarim që kjo që ne nuk ka investim. Se po, çështje politike, kanë ndërpyetje. Po pra, ka deleguar në kryetare, do përgjigjet, është mashtrim domethënë. Është mashtrim domethënë, okej, e mora. Jo, s'u ndaj përgjigja jo. Do ja përgjigje në kryetaria. Okej, ta bëj pyetje për drejtorin. Ka dikush pyetje tjera? Ta bëj pyetje për drejtorin. Po bëj. Meqense kjo është, meqense ky që premtilet me elektorale dhe nuk s'ka përgjigje, okej, e mora përgjigjen. Përgjigjja është me vot. Drejtori, në rregull, pra kur të vi fushata. Kur të votojmë do ta kuptoni si ta votojmë. Faleminderit, e mora përgjigjen. Tani drejtor, doja të bëja një pyetje. Duke qenë se ky problematika të lidhje me ujin lindi gjithmonë në pjesën në pikun e sezonit turistik dhe ju e dini shumë mirë. A nuk ka mundësi nga juaj që të merren masa paraprake dhe të shtohen qoftë oraret e furnizimit me ujë, apo ku diun sasia që të mos të kenë këtë problematika. Kjo është pyetja ime. Mund të shtohen oraret një vit të lojë. Atëherë, oraret e furnizimit me ujë mund të shtohen nëse provon sasi valor. Sharo problem e shpërndarjes së qeverisë. Për të zgjidhur këtë problem, ne aktualisht po punojmë me Bankën Botërore për studimin e fizibilitetit dhe të sjellë burimin e Tanzatit si investim. Është vetëm një zgjidhje si burim alternativ, asi me puse me, domethënë me balloma, nuk zgjidhet më kjo. Kjo është zgjidhja, pra ne kemi marrë masat për të zgjidhur përfundimisht të vogël. Kjo është ideja, të shtohet kapaciteti i ujit, se me të njëjtin kapacitet që kemi në dimër se përballojmë do të është e qartë, se shtohet qyteti, shtohet kapacitetet dhe është normale që do lindin këto probleme. Rrjeti i projektuar nuk është projektuar për këtë ritëm zhvillimi. Ky është një ritëm zhvillimi, domethënë për te imagjinatës të gjithë secilit prej nesh. Dakor. Po, faleminderit drejtor. Ishte për bashkimin. Se investimet nuk i bërë, ishte... Duke falenderuar ndërmarrjen e sjellësit për projektin që zhvilluar në 6 për zbatimin e tij, për prekjen e atyre lagjeve që vërtet e kishte aq problematike dhe në së fundit edhe në shtëpitë e tyre ta vajtë ujë. Edhe ajo që bëhet përgjegjësi për ata jam unë se jetoj bashkë me ta. Edhe do të qetësoj edhe kolegu për shqetësimin dhe falenderoj ndërkohë që ky shqetësim ishte vajtë edhe deri tek pyetja. Kam vetëm një pyetje për drejtorin. Sa do të zgjidhni rikthimi i rrugëve të dëmtuara nga zbatimi i këtij projekti? Në tjetër të tani që ishin të përfunduara nga projekti. Sa kohë do t'i duhet firmës të zbatuese për t'i rikthyer ato në gjendjen e pashës? Po drejtor? Projekti Gjakshtës ka përfunduar si investim, tani jemi në fazën e kolaborimit të rrjetit. Për rikthimin e rrugëve në gjendjen e pashme janë rikthyer dhe rrugët në gjendjen e pashme, ka pas disa njolla që janë diskutuar dhe me ju personalisht. Dhe ato kemi bërë, tani nuk e di domethënë nëse ka diku problematik tjetër, raftoni dhe me jemi të gatshëm që të nuk është rikthyer në gjendjen e pashme. Në proces. Atëherë do përqyret nga bashkia për fundimit të projektit apo nga ju dhe supermarket? Që këto rrugë rikthyen. Jo, që të kthehen rrugët e gjendjen e pashme, normalisht jemi do të bëjmë bashkim për që të marrim dhe që ne si banor të atjeshtë të timu do drogasin për riktimin e rrugëve në gjendjen e mëparshme të cilat bashkia e kishte përfunduar. E opozita ju gjithmonë ajo ka fajet. E keni gjetur ju. Opozita ka fajet dhe nuk e di fare që ekziston opozita në këtë vet, i gjej gabimet vet, i rregullojnë dhe vet, kështu që po të mendojmë ata opozita. Po, faleminderit drejtor. Drejtor, i gjoh pyetje. Sa metër katror Ju lutem. Po na provoç katror. Të lutem. Shikoj, sa metër ujë. Ju lutem. Vetëm ku ujë, po duhet të demo të ujë sa ran tek sa mirë. Dua, nëse ke shif.
Për nga 24 orësh. Nuk po ta zyrtarisht, po Saranda është mbi 20.000, kurse Ksamili rreth 7.700 metrë kubë. Po gjithsesi, Në të gjitha është. se këto në lidhje që më duhet të ketë zyrtarisht. Nuk mund të kthejmë në shifra të shumë. Unë, dhe drejtor teknik është në mënyra se si do të bëjmë tema. Që se si zgjidhja do ta propozojmë do të kishim zgjidhje. Sa kemi 21.024 orë. sipas udhimit tuaj, sa është kërkesa minimale dhe maksimale e Ksamili dhe Sarandës? Në qoftë se ju keni për diskutim. Kesa i kemi bërë ne duam të Ço çikëm se nuk gjehet fare këtu dhe ne. Kesa i kemi bërë ne pra të projekti të ne duam 500 litra në sekundë. Në Sarandë dhe Ksamili e gjithë zona të vim të bëjë. Sa litra në sekundë? Sa po bëhet në sekundë sot? Gjithë të them. Po vazhdojmë në Nëse talën drejtori i lidhjes me lidhjet e palishme. I lidhjes me lidhjet. Në proces i lidhjes me. Po. Sa e gjetë? Jemi brava, jemi brava. Sa është raporti i harxhimit? Sa një sekond, je drejtor teknik. Sa është raporti i harxhimit të ujit midis bizneseve, hotele, piscina, lavazho dhe resorte, dhe sa është raporti për komunësi? Nëse e di. Këto janë pyetje për drejtorin, nuk janë shifra. Lutem sa marrin bizneset këto. Tash janë shifra. Nga faturimi, nuk i nxjerr dot nga faturimi. Atëherë ju lutem. Cilat janë zonat me të kuqe që ju i keni problem me furnizimin e ujit? Dhe politikë. Atëherë ju lutem. Atëherë në qoftë se janë pyetje që kërkojnë kohë, i bajnë shënime dhe sekretaria e Këshillit edhe drejtori dhe të vikë Sa qytetar. është raporti i faturimit dhe raporti i grumbullimit të lekëve nga bizneset dhe nga popullata? Atëherë të lutem. Pyetja tjetër, nëse kompania juaj del me fitim apo me humbje? Kompania del me fitim apo me humbje? Po, mbaj shënim drejtor që të marrëm informacionet do në Këshill. Kemi ndonjë projekt afat mesëm dhe këtë gjendje që ka kompania për ta përmirësuar furnizimin me ujë? Kush është ky? Afat mesëm ose afat shkurtër? Afat shkurtër bile. Po planifikojmë të shkojmë në post për vitin tjetër. Dhe është duke u zbatuar projekti i çukur të meshit do furnizohet me ujë nëpërmjet impulsit në fshatin parë. Dhe Të levoj, po. Ju lutem qetësi. Ujin që kemi në 6 mund të kalojmë në Sarandë. Ky është plani në afat shkurtër. Është investimi i kompanisë apo nga buxheti i Është shtetit? investimi i buxhetit të shtetit. Kurse këto dy investimet e tjera me shumë mundësi mund të jenë kollekto me buxhetin e shtetit. Për do të një moment përpara se shkoj që nuk i kthehem në gjithë pyetjet, gjithë Këshilli, nësa mendoj jemi në të njëjtin, në të dëgjoj drejtorin ja çosh, drejtorit të madh. Jemi në të njëjtin vlerësim për performancën më të ulët të furnizimit me ujë popullatës Sarandë dhe Ksamili. Ta dish që edhe është kompani autonome, është kompani nuk vete dhe bashkia dhe gjithë ne mbajmë përsipër probleme e menaxhimit të kompanisë. Nuk do t'i mbaj as bashkia, as Këshilli bashkiak, duhet përgjegjësi të adresojnë atje ku janë. Kompania është me performancë më të ulët në furnizim e popullatës me ujë, sidomos në sezonin turistik. Kaq u a themi, edhe duhet të bëjmë ndarjen që bashkia nuk është përgjegjëse sepse shteti ka krijuar këto kompani, këto ndërmarrje të mëdha që të shërbejnë në mirë furnizim. Jemi të pakënaqur dhe kërkojmë që këto ditë kompania tjetër
të furnizojë me ujë derisa marrë sezoni turistik. Po faleminderit zoti Meraj, faleminderit drejtor. Kalojm tek Në bashkisë nga të lutem zoti Meraj. Të lutem. Kalojm tek pika e 2 e rendit ditës. Projekt vendim për përdorimin e fondit të kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin qershor 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet përkatëse, diskutime. Faleminderit, hedhim në votim projekt vendimi numër 73, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 3 e rendit ditës. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga tarët e bashkisë për muajin qershor 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit, hedhim në votim për vendimin numër 74, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 4 e rendit ditës. Projekt vendim për miratimin e ndihmës financiare për shtetasin RC. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Po? Po zoti Ahmeti? Po? Për çfarë i vendim të relacion të shumë Është rast të rënje zjarri në banes në Mesinë Administrative Ekonomike. Është relacioni se keni të gjithë praktikën me konstatimin, fotografinë e gjitha. Është kryer vlerësimi nga në këshilli i qarkut, është nxjerrë vlera financiare e cila duhet të jepet në këtë rast, por edhe në këtë rast në dhënien e shtrenjtë. Po faleminderit zonja Koka. Ka dikush pyetje të tjera? Diskutime? Hedhim në votim për vendimin numër 75, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 5 e rendit ditës, për vendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pasurisë me numër 8, fraksion 157, truan me sipërfaqe 6441 dhe ndërtesë me sipërfaqe 1145 fraksion 51, zona kadastrale 8642 Sarandë. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Ka mund pyetje ku do të objekti çfarë është edhe atë më saktë. Po? Edhe çfarë? Po zonja Koka? Prona e cila është objekti i këtij projektimi është shkolla Hasan Hasini, është trualli dhe ndërtesa, dhe ky projektim vjen përpara është në kuadër të gjithë procedurat që Bashkia Sarandë po merr lidhur me asetet e saj publike për të formalizuar regjistrimin përfundimtar pra Agjencia Shtetore të Kadastrës dhe pajisjen e tyre me certifikatën përkatëse. Në këtë rast është shkolla Hasan Hasini, keni gjithashtu dhe shkollën në Baba Recep, kështu që në çdo mbledhje ju keni vënë re që ne kemi përfshirë të gjitha asetet tona. Në momentin që bëhet gati gjithë dokumentacioni tekniko-ligjor paraqitet përpara jush me qëllim formalizimin dhe për të përmbyllur gjithë këtë proces të rëndësishëm për asetet e bashkisë. Po faleminderit. Ka dikush pyetje të tjera? Po zoti Ahmeti? Kam diskutime për vendimet e vazhdimësi nga shkolla Santa deri te Baba Recep. E shoh që do të vinë fundi si puna e këtij. Ne jemi pro investimeve dhe kemi deklaruar gjithmonë në arsimin dhe të bëjmë në arsim. Po do të konvertish te Baba Recep, që me arsimin për vendimin, dhe të Hasan Hasini.
Ka ndonjë projekt konkret të flitet për një parkim publik në ambientet e arsimore? Ka ndonjë projekt konkret të shkolla sa Po, zonja Koka? Për parkim publik, do të jepet oligarkëve si ullar, si ullar kjo. Të lutem, ose pyetje ose diskutim, zotë Ahmet. Po se pyesni dhe ktheni dhe merri. Keni miratuar Pyesni shqipimin dhe e buxhetit, përgjigjen. është bërë një ndarje e re lidhur me investimet. Është paraqitur përpara jush një projekt ide lidhur me një parkim publik, i cili parashikohet që të bëhet në pjesën e pasme të këtij territori. Në qëllim përdorimin sa më eficient të gjitha aseteve publike, sekundër ju e dini në territorin në qendër të qytetit nuk ka hapësira të mjaftueshme për të parashikuar ky shërbim në fakt parkime publike. Aty ekziston hapësira dhe është një projekt ide për të ndërtuar një parkim publik që do administrohet nga Bashkia Saran. Duhet ta cilësojmë këtë dhe ta ndajmë dhe duhet të ritheksoj edhe një herë që gjithë bazën ligjore për sa i përket kërkesës për transferin e këtij projekt vendimi. Një pronë e cila kërkohet nga një institucion publik për të transferuar pronësi, kërkohet për një qëllim të caktuar i cili nuk mund të ndryshohet. Sikundër e keni dhe pjesë të këtij projekt vendimi, e keni të cituar se për çfarë funksioni do të përdoret dhe nuk ka se si të ndryshohet kjo, kështu që duam mos të krijoni një keqkuptim të tillë. Dhe kjo bëhet vetëm për arsye për ne të formalizuar dhe për të mos lënë më hapësira për të tjetërsuar pronat publike dhe prandaj kërkojmë që ne këto prona t'i regjistrojmë dhe të pajesim me certifikat pronësie. Po faleminderit zonja Koka. Po zoti Gërduqi. Në mbledhjen e komisionit, duke qenë lidhur me këtë projekt vendim, duke qenë se më poshtë kemi dhe një projekt vendim tjetër që kërkohet një ndryshim buxheti, kam kërkuar që të më vihet në dispozicion nga drejtoria e projekteve, të më vijë në dispozicion projekti konkret, i cili është aplikuar edhe në Ministrinë e Arsimit dhe nuk shikoj asnjë lloj serioziteti, mu premtua se do vinte, duhet të vinte pa e kërkuar, unë nuk ka ardhur dhe nuk kam se t'i kërkoj, të lutem, më lër të mbaroj diskutim, nuk kam se t'i kërkoj unë publike, t'i kërkoj se ashtu më tha dhe për atë thuaje të KLSH-s që kam kërkuar për raportin e KLSH-s gjeni te faqja publike. Unë jam këshilltar dhe kërkoj nga administrata, siç më parashikon ligji, duke qenë se nga drejtorit dhe nga administrata ka një mungesë serioziteti, unë personalisht do ta bojkotoj këtë mbledhje, do iki dhe kur të administrata dhe drejtorit rrukace të bëhen serioze dhe të na sjellin. Po propozimi se bët një propozim. Propozimi s'ka rëndësi, ta kishë vënë në pikën tash të dytë në pikën në rendin pas diskutimit të sjelljes. Propozuat një pikë në rendin. Të lutem më lër të shpreh diskutimin tim, për sa kohë që administrata nuk është serioze dhe nuk i sjell gjërat ashtu siç duhet. Atëherë zoti Gërduqi, të gjitha projekt vendime dhe projektet janë në webin e bashkisë dhe janë të aksesueshme nga gjithë. Zotri më ka dhënë ligji që të më vënë në dispozicion si këshilltar, të më vënë drejtoria administrative, gjitha drejtorit, nuk kam se t'i kërkoj personalisht. Unë jam këshilltar i votuar. Ligji më ka parashikuar që të më vënë të gjithë informacionin e nevojshëm në dispozicion dhe drejtorit nuk janë serioze të më vënë informacionin e nevojshëm. Se si mund t'i gjej unë nuk dua t'i gjej ashtu. Unë dua të më sjellin siç më ka dhënë të drejtën ligji. Është e mundur kjo? Jo. Mungon serioziteti, ma premtuan, nuk ma sollën. Kështu që vazhdoni dhe faleminderit shumë. Ndimat i kalove, çfarë do kalosh më? Kaluan ndimat. Kaluan ndimat. S'ka më ndimat të tjera. Për pikën që propozuat, kush do t'i drejtoj pyetjet, zoti Gërduqi? Mbledhjen e radhës, tret puna. O Husari kemi propozuar dhe nuk është dhënë informacion. Thua që kanë punë private dhe po larguan? Jo, asnjë punë private. Po e bojkotoj për mungesë serioziteti nga ana e administratës. I ka sistematisht kjo punë. Po, zoti Ahmeti? Ne i bashkojmë asaj. Nuk është sekret, se u duk që në fillim, kështu që dihet ajo, mund ta sabotoni mbledhjen e Këshillit, ju nuk jeni dakord që të regjistrohet shkolla Santasini të certifikohet, ju nuk jeni dakord që të bëhet projektin Baba Recep, nuk jeni dakord për parkingun që do bëhet brapa shkollës sa Santasini dhe ambientet e shkollës do qëndrojnë në të njëjtin stad, bilet dhe më të mira? Po ju që ti themi tamam se çan. Po. S'keni qenë dakord me shititoren, s'jeni dakord me asnjë investim që bëhet në Bashkinë Saran. Ju u dëgjuat që në fillim.
që nga momenti që kërkuat që kjo pika që propozuat të ishte pike 2 në mënyrë që të braktisnin të mjedhjen, përgjigja është e saktë. Kështu që s'ka nevojë për të gjesë, ju vazhdoni rrugën tuaj, ne do vazhdojmë rrugën tonë. Po s'ka nevojë fare. Në moment që juve braktisni, nuk lejoni që të regjistrohen pronat, kërkoni që Po dakor. Të kuptoj. Të kuptoj. Ju nuk doni që të regjistrohen pronat dhe ju zoti kryetari grupit keni kërkuar që gjitha pronat e Bashkisë Sarandë të regjistrohen, të çertifikohen dhe ju jeni kundra kësaj. Ju keni qenë që keni kërkuar, të kuptoj. Ju keni kërkuar që të regjistrohen gjitha pronat dhe po të shikosh rendi i ditës ka të bëjë me regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Sarandë. Asnjë pikë të gjitha pronat. Atëherë qytetarët, opinioni publik dhe qytetarët e kanë të aksesueshme, sepse projektvendimet janë të hedhura në webin e Bashkisë, e kuptoj qëndrimin tuaj, ishte i dallueshëm që në fillim të mbledhjes. Faleminderit. Doja atje te universiteti. Po shkoj në universitet. Po ti motiv ti po ka blok pale. Të lutem zoti Mera. Faleminderit. Jeni mirë. Nuk është e ndanon dot zhvillimin e Sarandës, nuk është ndanon dot. Të lutem. Atëherë ju lutem. Nuk e ndanon dot zhvillimin. Gjithkohës, Çimi, ti ke ndërtuar ke lartë karburant gjithë dhe nuk të janë akuzuar. Mos akuzon njerëz. Mos akuzon njerëz. Të lutem. Atëherë ju lutem. Thua të gjithë vjenin, të gjithë bojnë, të gjithë kush vjen. Të lutem zoti Ahmet. Të lutem zoti Ahmet. Ikse u iku zoti Gërduqi. Të lutem. Je vetë biznes, je vetë. Atëherë do të diskutojmë pra këtë diskutim se ka lezet. Atëherë ka dikush. Do të diskutim se ka dikush që nuk ka ke ide. Të lutem. Atëherë kush ka pyetje të tjera nga të gjitha palët jeni 3 sputnikjes, 3 muzika. Vazhdoni të tjera. Atëherë ka dikush pyetje të tjera? Edhim në votim projektvendimi numër 76. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 6. Ju lutem, zoti Meraj, të lutem. Atë do të lutem bëjmë qetësi. Kalojmë tek pika e 6 e rendit ditës. Projektvendim për miratimin e kërkesës, të lutem. Projektvendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pasurisë me numër 2, fraksion 66 dhe 2, fraksion 106 Truall me sipërfaqe 2549 metra katror, zona kadastrale 8642 Sarandë. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Një informacion Drejtoria Juridike lidhur me regjistrimin. Më parë në linjësi të gjithë kësaj procedure është në rast shkolla e Babare Xhetit, e cila nga ana e drejtorisë së projekteve është aplikuar në kuadër të një thirrje nga Ministria e Arsimit për mbështetje financiare për ndërtimin e objekteve arsimore, është shpallur fituese, është miratuar një projekt i cili është paraqitur nga Bashkia dhe për formalizimin të gjithë këtë procedure kërkohet transferimi përfundimtar dhe regjistrimi i këtij trualli për të bërë të mundur rindërtimin e kësaj shkolle.
dhe ky është objekti i këtij projektvendimi. Faleminderit zonja Koka. Tani kush pyetje tjera diskutime? Jo. Jeni në votim projektimi numër 77, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 7. Kalojmë tek pika e 7 e ditës. Projektimi për një ndryshim në buxhetin e Bashkisë Sarandë për vitin 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime. Hedhim në votim projektimin numër 78. Kush është pro? Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Do t'ju lutem këshilltarëve ta përqendrojmë votimi korrekt me rregullorin e Këshillit. Kalojmë tek pika 8 e ditës, projektim për miratimin e kërkesës për transferimin në Konsill të Bashkisë Sarandë të pasurisë me numër 11354, 11375, 11356, 11358 dhe numër 11337 me sipërfaqe totale 1278,4 m2, zona kadastrale 8641, kush ka pyetje nga këshilltarët? Informacion. Siç paraqitet dhe bashkëtu plani të rilevimit të këtij projektvendimi është territori përreth Bar Lulishtes. Bar Lulishtja si aset është i regjistruar vetëm ndërtesa, ndërsa gjithë obori i saj dhe përreth ka mbetur e paregjistruar dhe me këtë qëllim për të mbrojtur gjithë atë territor dhe për të formalizuar gjithë faktin dhe me certifikat pronësie e kemi paraqitur për ta formalizuar. Po faleminderit zonja Koka, po zoti Çela Për relacionin me këtë projektvendimi, shikojmë të duhet të duar të krijohet një muze ose të lirë për muze. Për mendimin tim, disa muze kemi ndërtuar në zona shumë e kushte nuk e përqalloj muzeu do të bëhet, nuk e dia për një ligjës publike për të gjithë. A ka projekt konkret? Në Po. vazhdim të kësaj. Po faleminderit zoti Çela, po zonja Koka. Ekziston një projekt ide për të bërë si kundër paraqitet edhe në relacion në fakt për të qenë një muze. Dhe prandaj ne kemi caktuar dhe fushën e përdorimit për të qenë korrekt për ju që është në fushën e historisë dhe muze. Kështu që për këtë qëllim do të përdoret. Projekt ide është, projekt konkret nuk ka. Unë jam i vendimit që ky projekt i delet të liqet, kjo pjesë të kaloj në pronën e bashkisë të administrohet. Kur të vi momenti, të vi dhe projekti, se s'kemi përse ta kufizojmë, se vjen pastaj, nëse duam ta përdorim për diçka tjetër, i bie që ta mbledhi prapë Këshillin e ta vendosim. Në momentin që ne kemi diçka konkrete, atëherë ta sillim ta kalojmë. Ky Këshilla patjetër që si ka. Dhe unë them që ta kalojmë këtë projektvendim, por duke hequr këtë kufizim. Po sipas bashkimeve ligjore për ligjin për transferimin e pronave publike, nuk ka se si të kërkosh një pronë duke mos përcaktuar fushën e përdorimit. Kështu që është e detyrueshme që ne të përcaktojmë fushën e përdorimit. A ke një pjesë aty tonë? A keni pjesën? Pjesën e ndërtesës, po bëjmë pjesën tjetër të territorit, oborin që të gjithë e dinë që është në shërbim të kësaj godine. Atëherë projekti si do që tjetë do vinë në Këshillin Bashkiak, kështu që mund të bëhet propozim konkret në momentin që do vi për të kaluar në Këshillin Bashkiak. Hiqet ai termin kufizimit. Për mendimin. Nëse jemi dakord. Unë do ta votoj nëse hiqet ai kufizim. Atëherë hedhim në votim projektimin numër 79, kush është pro? Atëherë nuk propozimi që bën zoti Çela, nëse nuk është kusht që regjistrimi i pronës bëhet për një destinacion të caktuar. Por sigurisht që projekti në momentin që do bëhet investimi, patjetër që do vinë në Këshillin Bashkiak, apo jo? Drejtoria juridike. Pra do të vinë në Këshillin Bashkiak. Po. Hedhim në votim projektimin numër 79, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 9.
Kalon tek pika 9 të rendit ditës. Për vendim për miratimin e nisjes procedurës dhe miratimin e parim të vlerës financiare për shpronësim për pasurinë pron private që preken nga projekti përmirësimi i infrastrukturës së zonës periferike Saran. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit, hedhim në votim projekt vendimi numër 80, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek prit mos e shkoj që Você voltou, pelo menos não foi pergunta. Mo shkoj që atëherë Sekretari e Këshillit të verifikoj korumin. Po faleminderit zotëri. Mbledhjen e deklaroj mbyllur për shkak të korumit. Faleminderit zotëri.